kam në lidhje direkte drejtoreshën e bibliotekës Max van der Stoel, Elmedina Mahmudin. Elmedin, mirë se erdhe në emisionin e mëngjesit. Mirë se gjeta. Si e zgjuar sot, si është tetova sot? Mirë, është këndshëm me diell edhe me energji pozitive prej mëngjes. Shumë bukur. Urime një herë, çmimi, biblioteka juaj është pallur biblioteke vitit për vitin 2024 dhe besoj që kjo është një lajm shumë i mirë për gjithë ju atje. Faleminderit shumë për urimin. Ishte një lajm i shumë pritur nga ana jonë, për shkak se e dishim që kemi bërë shumë aktivitete dhe meritojmë këtë çmim. Edhe pse e pritnim, përsëri lajmi u prit me shumë emocion, me shumë gëzime dhe të gjithë ndjehemi krenar, jo vetëm biblioteka, po krejt stafi i Universitetit Evropës Juglindore, jemi shumë të lumtur që patëm mundësi të shprehim edhe në më gjerë sukseset dhe aktivitetet tona që i kemi në bibliotekë. Elmedin, ka pasur, më trego pak për procesin, ndoshta shkon me aplikim, ju zgjedhin ata, si bëhet kjo përzgjedhja e bibliotekës, në bazë të cilave kritere? Po, është organizuar nga shoqata e bibliotekistëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku bëjnë pjesë të gjithë bibliotekat në shtet, do me thënë përfshi ato biblioteka publike, universitare, shkollore e kështu me radhë. Një herë në vit bëhet aplikim për të fituar çmimin si bibliotekist, mendoj si biblioteke vitit. Ne kishim aplikuar në këtë konkurs, edhe pse kishim aplikuar qysh nga nëntori i vitit të kaluar për arsye të disa procedurave administrative, do të thënë disa problemeve administrative që kishte brenda në shoqat, u vonu pak lajmi, po mirë që përfundoi me sukses. Aplikacioni është shumë i gjerë, ka disa parametra që mirën parasysh, duke filluar prej burimeve që i ofron biblioteka, shërbimeve që i ofron biblioteka, aktivitetet që bëhen në bibliotekë. Këtë vit ne kemi pas shumë aktivitete, edhe ajo ishte njëna nga faktorët kryesor që në fakt edhe na përzgjodhe. Dhe po ashtu edhe trajnimet që kemi pas qoftë këtu në vend, në rajon dhe trajnime ndërkombëtare që ka kaluar biblioteka jonë, dhe ajo ishte një element i rëndësishëm që na mundsoi që të përzgjidhemi për bibliotekën e vitit. E qartë, çfarë mendon që e bën bibliotekën tuaj më ndryshe nga të tjerat? Çfarë mendon që ose cilat mendon që ishin gjërat cilat çuan deri në zgjedhjen e bibliotekës si bibliotekë e vitit, duke pasur parasysh që Maqedonia besoj ka goxha biblioteka të tjera? Po, ka disa arsye, do ta lej modestin anash tash, do të jem më e sinqert. Biblioteka jonë është një bibliotekë që është themeluar që nga viti 2001, dhe bazat e bibliotekës i kanë vendu bibliotekistë që kanë ardhur nga Indiana University. Edhe ajo është një anë pozitive edhe shumë me rëndësi që themelet i kemi shumë të forta. Mirë, po nuk mjaftojnë themelet, me vite, do me thënë vite me radhë, Universiteti ka investuar në bibliotekën për ndërtim, edhe për të hapur bashkë me kohën, për shkak se e dini çdo si gjithçka tjetër në ditën e sotit është, do me thënë, duke hec para, teknologjia ndikon që të hec para me hapa të shpejtë, dhe ne jemi mundu të jemi së paku në hap me kohën, edhe ajo na ka bërë të veçantë. Biblioteka e Universitetit të Evropës Juglindore, që nga fillimi ka databazën elektronike, aplikacionin bibliotekar, në të cilën ne i vendosim të gjitha titujt që i kemi në bibliotekë. Është e mirë që edhe shfrytëzuesit, ose të gjithë ata që vinë edhe marrin shërbimet e bibliotekës, studentët dhe stafi i universitetit, në momentin kur regjistrohen në Universitetin e Evropës Juglindore, ata kanë akont të hapur në bibliotekë. Edhe kjo është një lehtësim për ato, se të gjitha informatat që i kanë për bibliotekën, ato i marrin nëpërmjet të akauntit, të cilën e shfrytëzojnë për të gjitha operacionet që bëhen brenda universitetit. Dhe në momentin kur kanë nevojë të informohen ose të dërgohet një rikujtim për të kthyer librin, ose mund nëse kanë rezervuar libër që ka qenë huazuar dhe është kthyer në bibliotekë, automatikisht ato pranojnë mesazhe nga sistemi i bibliotekës, që të
të vinë të marrin ose librin e duhur ose të kthejnë librin që e kanë, edhe ka një histori të gjitha shërbimeve që i kanë shfrytzuar dhe kjo është personale e gjithë secilit që është pjesë e Universitetit të Evropës Juglindore. Pastaj kemi një gamë të madhe titujsh dhe të ri, të cilët janë në disa gjuhë. Kemi libra në gjuhën shqipe, kemi libra në gjuhën maqedonase, kemi libra në gjuhën angleze, edhe kemi pjesën që është ndërkombëtare, ku ka libra në gjuhën frenge, italiane, turke, gjermane e kështu me radhë. Dhe kjo e bën të veçantë. Është bibliotekë që ka qasje të hapur, të gjithë studentët kanë qasje në raftet e librave. Dhe qëllimi jonë si bibliotekist nuk është vetëm t'u japim librin ose materialin që u duhet studentëve për hulumtim ose për landët që i kanë, po është qëllimi që t'i mësojmë ato se si të gjejnë vetë materialin e duhet. Prandaj dhe organizohen prezentime semestrale ose në fillim të vitit, ku studentët trajnohen ose në fakt prezentohet shërbimet që i ofron biblioteka, që ato të jenë më afër ose të jenë më të informuar çka mundet të marrin prej bibliotekës dhe në të njëjtën kohë është interaktiv dhe ne kemi mundësi të shohim prej studentëve çka është nevoja atyre, çka kërkojnë, çka u duhet më tepër. A të vazhdoj, Rita, se ka mende për t'u lavdru? Patjetër, pse jo. Pyetja ime e radhës ndoshta do të kishte qenë më tepër për qasjen e studentëve, për mundet që kanë qasje të hapur, mund të shfletojnë. A janë të kënaqur? Çfarë kërkesash kanë më së tepërmi? A janë të kënaqur me atë që ofroni ju në përgjithësi? Po, kemi qasje në libra, do të thënë, në aplikacionin bibliotekar janë të regjistruar titujt e librave që ne i kemi në bibliotekë. Kemi mbi 25.000 tituj dhe 42.000 kopje të librave, që është një numër i madh. Dhe shumica prej këtyre janë libra profesional që i shfrytëzojnë studentët ose për landët ose për hulumtim, për temat që duhet i përgatisin ato. Në të njëjtën kohë është shumë e rëndësishme të theksohet që kemi edhe repozitorin e kopjeve elektronike të gjithë temave të masterit dhe të doktoraturës që janë bërë me sukses, që janë mbrojtur me sukses në universitet. Dhe kjo kalon numrin, domethënë, të kopjeve elektronike mbi 3500 kopje. Edhe kjo është një mundësi e mirë për studentët që të kenë qasje më tepër në hulumtimet që janë bërë në bibliotekë. Po ashtu kemi edhe databaze elektronike në të cilën parapaguan universiteti apo ka marrëveshje dhe që mund të shfrytëzohen. Të gjithë këto informata janë të qasshme, do të thënë, nëpërmjet të online katalogut që ne e kemi, që është me qasje të hapur, që është edhe për, do të thënë, kanë mundësi të qasen edhe gjithë të tjerët që nuk kanë pjesë e familjes së Universitetit të Evropës Juglindore. Është library@cu.edu.mk, webfaqja ku të gjithë mund të shohin se çfarë materiale dhe çfarë burime ofron biblioteka. Përveç asaj, studentët kanë mundësi të shfrytëzojnë hapësirat e bibliotekës për lexim. Siç e din edhe ti, për shkak se ke qenë studente në Universitetin e Evropës Juglindore, kemi mbi 200 ulse ku mund të mësojnë studentët prej çdo ditë pune prej 8 në mëngjes deri në 9 në mbrëmje, të shfrytëzojnë hapësirat për lexim dhe kemi 3 lloje të hapësirave. Kemi hapësira kjo që është lart këtu, ku gjendem unë tani, është hapësirë me më tepër dritë, po është pak hapësira më e zhurmshme me karike më të forta. Kemi hapësirë më të madhe që ka më tepër qetësi, që është temperatura pak më e ulët dhe kariket janë më të buta, dhe kemi një hapësirë tjetër ku mund të mësojnë në grup për shkak se ose dikush që ka nevojë të mëson me zë. Kjo është një hapësirë tjetër që është me separeja, do të thënë marrim parasysh nevojën dhe kërkesën e studentëve që të jenë sa më komod dhe të ndihen sa më mirë gjatë studimit të tyre. Krejt këto faktorë, do të thënë krejt këto shërbime që ne i japim, në fakt nuk janë pa arsye, po janë të bazuara në atë që the ti, në kërkesën dhe nevojën e studentëve tanë. E qartë. Elmedin, në përgjithësi, unë e di resurse që ofron dhe aktivitete që ofron biblioteka, përveç leximit, e përmendë leximorin që është një ndër të paktat që studentët mund ta shfrytëzojnë në Tetov, në fakt, sepse ajo qytetit s'po bëhet gati, cilat janë aktivitetet tjera të cilat ju bëni, se e di që jeni aktiv gjatë gjithë kohës.
Të ndërlidhem pak me pyetjen paraprakje para se të kaloj në aktivitetet, dua të teki për shkak të mungesës që e ka Tetova si qytet me 2 universitete, domethënë nuk ka leximore, dhe për shkak të nevojës edhe kërkesës që kemi pas jo vetëm nga studentët tanë ose të punësuarit, por edhe nga të tjerët që nga komuniteti, ne kemi ofruar, kemi hapur dyert edhe për studentët të Universitetit të Tetovës, po ashtu edhe për të gjithë tjerët qytetarët e Tetovës të cilën kanë pas nevojë për një ambient për studim ose për specializim ose çka do që kanë nevojë ato të bëjnë. Kështu që edhe pse shfrytëzimi i burimeve që i ofron biblioteka, qoftë ato të printuara ose elektronike, është vetëm për stafin dhe studentët e universitetit, hapësira tjera, ose shfrytëzimi i librave brenda në hapësirë të bibliotekës dhe shfrytëzimi i leximoreve është e hapur për të gjithë komunitetin dhe ne me shumë kënaqësi dhe dëshirë pranojmë edhe të tjerët që kanë nevojë dhe që duan të studiojnë. Sa i përket pyetjes për aktivitetet që i bëjmë, po e vërtet është përveç të gjithë këtyre aktiviteteve edukativo-arsimore, kemi shumë aktivitete tjera kulturore në bashkëpunim me shkollat fillore, shkollat e mesme, në bashkëpunim me studentët, në bashkëpunim me anëtarë të komunitetit. Kemi aktivitete, domethënë rregullisht, mos të them çdo ditë, po çdo javë ka një aktivitet që bëhet në bibliotekë. Mund t'i përmendi aktivitetet që janë bërë brenda vitit 2024 nëse kemi kohë dhe nëse keni dëshirë të ndëgjoni. Pa tjetër që po. Elmedin, diçka për fund, nëse do të përmendish të një aktivitet, nëse do të përmendish një mesazh, një diçka që e kemi lënë pa diskutuar, ose s'të kam pyetur, ose të ka ngelur peng, në mënyrë që ta përmbyllim këtë bisedë, sepse po shoh që ora po shkon drejt fundit të emisionit, kështu që po të lë këtë hapësirën për të përmendur çfarë don ti. Okej, atëherë mund t'i përmendi aktivitetet që i kemi bërë, kemi shumë aktivitete për të përmendur, ndoshta një emision i tërë mund të shkon vetëm në aktivitetet. Është mirë të theksohet se në bibliotekë kemi, përveç hapësirave të leximit edhe ku i mbajmë librat, kemi edhe hapësirën që quhet Art Space, që është në hapësirë një pjesë e bibliotekës ku bëhen aktivitete tjera kulturore. Aty kemi kurse për vallëzim pa pagesë për studentët, kemi kurse për pikturim, edhe kemi deri tani janë bërë mbi 300 piktura në atë pjesë dhe të gjitha ato pikturat janë të ekspozuara në për tërë kampusin në Tetov. Po edhe duhet të theksoj që ato pikturat janë bërë nga amator, domethënë nuk kemi ne profesionist piktor këtu, po të gjitha ato janë amator që tregon se në fakt kemi shumë talent si popull, po që duhet të ofrohet mundësi që të shprehin talentin të gjithë ato që duan. Po ashtu kemi pas një kurs për mozaik dhe kemi një mozaik të shkëlqyeshëm shumë të bukur e cila gjendet në pavilionin e universitetit, edhe ajo ka qenë kurs për studentët, e hapur për studentët dhe komunitetit që të shihet si bëhet procedura e mozaikut. Dhe për momentin tash kampusin e Universitetit të Tetovës e zbukuron një mozaik që është 36 metër katror, që është vepër e një artisti të mirënjohur tetovar, po ashtu Nehat Beqiri, i cili ka dhënë të drejtat autoriale që ne ta shfrytëzojmë pikturën e atij, që quhet Sofra dhe që ka një mesazh shumë të rëndësishëm. E dini në kulturën tonë Sofra tregon që të gjithë janë të barabartë, me thënë universiteti, i gjithë komuniteti i universitetit, të gjithë që janë këtu janë të barabartë. Nuk ka krye të vendit në Sofër dhe kjo është një mesazh shumë i këndshëm nëpërmjet të artit, nëpërmjet të personave të cilat janë shumë të suksesshëm, të përcjellim për, domethënë jo vetëm për ata të cilët janë në shtyllë student ose të punësuar, por për të gjithë banorët e Tetovës dhe pse jo më gjithë. Përveç asaj kemi edhe shumë aktivitete për mbrojtje të ambientit. Me thënë janë bërë programe të ndryshme me nxënës të shkollave të mesme dhe të shkollave fillore për të ngritur vetdijen për nevojën për mbrojtje të ambientit si një element shumë i rëndësishëm.
Të gjithë këto të lidhura me bibliotekën, me informatat për bibliotekën, me resurset që i ofrojmë, me aktivitetet që i bajnë në bibliotekë. Kemi pas koncerte, kemi pas valle, që Ladin Ziqiri ka qenë prezent me fëmijët e vegjël, kemi pas vizitat e shkollave fillore dhe një koment së fundmi që kishim javën e kaluar nga një nxënës i klasës 4 në shkollën fillore Livia që e vlerësoi bibliotekën si po ta këtu që ka njësoj si në Zvicër, nuk e disha se në këto ka kështu vende të bukura, që është një koment kaq i sinqert nga një fëmijë, na bën normal që na motivon të vazhdojmë ende më tej dhe të tregojmë se edhe në kushte të vështira, edhe në këto rrethana që i kemi ne në të top, mund të bëhen punë të mira, vetëm që duhet përkushtim dhe dëshirë për të punuar. E qartë. Elmedin, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë, që ndave kohë të jesh pjesë e emisionit të mëngjesit sot, dhe që na dhe këto informacione për bibliotekën, ndoshta dikujt edhe mund të hyjë në punë me që është edhe procesi tash i përfundimit të vitit shkollor, ndoshta aplikojnë për në universitetet e reja dhe pse jo të kenë mundësi të vinë në një universitet që ofron një bibliotekë e cila zgjidhet biblioteka e vitit në fund të ditës. Unë ju uroj edhe një herë titullin edhe çmimin dhe uroj shumë të shifemi ande nga biblioteka. Faleminderit shumë, Rita, që na dha mundësi që të tregojmë gjithë këtë punë që kemi bërë brenda vitit. Është kënaqësi edhe për ne kur të vlerësohet puna, kështu që faleminderit që na dha. Shumë kënaqësi edhe për mua, faleminderit shumë dhe pash një ditë të bukur. Faleminderit gjithashtu. Mirupafshim.